Atje në Bratislav ka ndjekur edhe konferencat e trajnerëve. Rikpyetja parë që më lind për na nënshmojnë, slovakët apo e kanë marrë seriozisht? Nuk e dini se kanë ndjekur konferencën e trajnerit tyre. Si të kryu ndjenja? Përshëndetje, Arben, mendoj që në fakt po na friksuan slovakët duke marrë parasysh edhe opinionet e trajnerit slovak në konferencën për media dhe asaj se çfarë po raportohet se do të ndodhë nesër në Bratislava, në Serbinë e Varsovës, aty ku do të zhvillohet ndeshja e Slovakisë dhe Kosovës, derisa në anën tjetër në konferencën e Frankofurtës, teknikit gjerman te kombëtarja e Kosovës u pa një optimizëm në nivel mjaft të lartë në plak të kësaj ndeshje dhe njëjtë sikur Frankofurta u shpreh edhe sulmuesi Vedat Muriqi, i cili nesër do ta mbajë shëritjen e kapitenit në mungesë të kapitenit Amir Rahmani. Ajo se çfarë u vrej gjatë konferencës u pa se Frankofurta u shpreh shumë optimist dhe tha se përgatitet kanë shkuar në mënyrë se si ai ka dashur në këto 3 ditë do të ka punuar me skuadrën për të përgatitur sa më mirë taktikisht për një ndeshje shumë të rëndësishme, mjaft të rëndësishme dhe në fakt historike siç e cilësoi vetë ai për të dhe për shtetin e Kosovës. Derisa për Vedat Muriqin, ndoshta ai tha që kjo është ndeshja e jetës duke marrë parasysh një kualifikim në kampionatin botror, siç e ka thënë edhe në konferencat e kaluara, do të mund t'i varte edhe këpucët duke paralajmëruar në një farë mënyrë pensionimin nga futbolli në rast të kualifikimit me kombëtarën e Kosovës në kampionatin botror të vitit 2026 që do të bëhet në Amerikë, Kanada dhe Meksik. Hoteli i kombëtarës